Gjesti kthehet në pej, publikon pamje nga livadhet e fshatit të tij. Fituesi i shtëpisë më të famshme të VIP-ave edicioni i 4, Gjesti, prej disa javësh është shumë i angazhuar me mbrëmje koncerte në vende të ndryshme. Ai ka qenë për të performuar në Amerikë e po ashtu edhe në disa qytete të Evropës. Megjithatë, artisti u kthye për pak ditë në Kosovë, pasi do të këndojë në një klub në Pej. Duke qenë se është pa komplekse, këngëtari ndau një video nga livadhet e fshatit të tij, Pavlan. I njëjti shfaqet i lumtur duke interpretuar këngën e tij më të re Veshun Drequ. Për pak ditë ka grumbulluar miliona klikime. Besart Kelmendi, emri i vërtet, mori famë të madhe me paraqitjen në shtëpitë e famshme të VIP-ave, ku nga Kosova kaloi në Shqipëri. Ai po vazhdon të jetë në formë dhe shumë i pëlqyer nga publiku gjithandej. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.